jashtë kufive të Shqipërisë. Protesta filloi, ose të paktën ashtu na u duk, filloi me një thirrje që kishte të bënte me çështjen e tokave të privatizuara apo të shtetëzuara apo të marra me dokumenta falso, doli dhe dikush në lidhje live, tani po i heton spaku, domethënë filloi protesta si një thirrje për drejtësi. Dhe shumë nga ne, të paktën, domethënë kur dëgjova dhe një vajzë, me që jemi këtu dua ta falenderoj, sinqerisht nuk e njoh, më thanë që është një vajzë mirditore. Mirdita gjithmonë ka qenë në pararoj të zhvillimeve kombëtare. Siç thoshte dhe Noli, trimat e fortë se i men ka pardisur kudo që vën, gjumi pajzën të mos flen për 3 mirditor bëj ben. Dua të falenderoj atë vajzën nga Mirdita që kishte marrë mikrofonin dhe tha duat ma qeverisi këtë vend, përmendi 2 emra dhe përmendi dhe emrin tim. E falenderoj shumë dhe aty ishte çiltërsia. Në vijim të videos pash që një ish kandidat i një partie që nuk arriti të merrte asgjë, i kapi dhe i hoqi mikrofonin nga dora dhe ja dha dikujt tjetër dhe pastaj pash që vazhdonte të zhvilloj kjo protest me njerëz që kishin kap peng tribunën, le ta quajmë kështu, ose foltoren, se foltoria tani i thonë ata. Okej, dhe thoshin kam kënaqësinë të ftoj, kush je ti që ke kënaqësinë të ftosh? Ti je zëri popullit, Vox Populi, kush je? Kush je se nëse ne dim shumë mirë, edhe nga përvoja që kemi, dhe nga mosha që kemi, dhe nga sa jemi përfshirë në çështjet e Shqipërisë, për mua, që e kanë bërë jashtë kufive të Shqipërisë, dhe me rrezikjete, se çdo të thotë të marrësh mikrofonin dhe të flasësh. Protesta fatkeqësisht u mor peng shumë shpejt, jashtëzakonisht shpejt. Kam parë njerëz aty që janë vetëm mërtuar aktivist. Disa e njoh personalisht dhe janë aktivist në për pazare të trafikut ndërkombëtar. Po. Patjetër, pse? Si jam I vetmi unë që them këtë. Jo, kam dëgjuar. Madje, edhe në komente, në për portalet të ndryshme, kur dalin, e kupton, dhe deklarohen aktivist, e kupton, kanë dhe kështu aktivist të çështjes kombëtare. Nuk po rrezikon atë dhe, më fal, cila çështje kombëtare? Qofse ti je interesuar për çështje kombëtare, pse nuk erdhe me mua në Shkup që isha vetëm? Pse nuk erdhe me mua në Athinë? Pse nuk pate asnjë përfshirje? Asnjëherë askund. Delti me flamurin e Shqipërisë, kush ta ka dhënë të drejtën? Po këta ka marrë të ngresh flamurin ti në sheshin Skënderbej. Qa, po rrezikon Skënderbeu? Po rrezikon kush? Që ti ngrihesh me flamur. Përdor simbolin më të lashtë, plisin, të cilin në të gjitha gravurat e shohim që e mban dhe Odiseu. Ai që udhës udhësea është nga Shqipja. Se kështu e ke dhe në udhë themin, odhos është në helenishten e re, uliks dhe slavisht gjuhët slave, me prejardhje slave i thonë ulica. Kush je ti që përvetson simbolin më të lashtë plisin, vesh edhe një kështu jelek punëtorësh të pastrimit atë rruga Urës, dhe mban mikrofonin aty, shkon dhe në për qytete dhe thua, ku jeni se unë erdha? Kush je ti? Për ke, ta kuptoj njerëzit. Për ata njerëz, e din shumë mirë njerëzit për kë e kam. Ti tjetri, kush je? Që ke marrë disa projekte në jug të Shqipërisë, ke marrë dhe hotele dhe s'u ke dhënë parat, dhe sot më del si I zhgënjyer. E di çfarë, unë jam rritur në, I kam fatlum që jetova ndrymin e sistemit, është 17 vjeç.
Pra e pe mirë. E pash mirë, jam ai që organizova, hodha bustin e Enver Hoxhës, u përjashtova nga Gjimnazia Santasini, i keni të gjitha shikojni, jam ai që ngrita protestën në... Jam Askushi. Si Odiseu, gjitha Polifemit Askushi. Po nese. Për ta tensionuar pak. Ngrita protestën me parullën Saranda turistike me Partinë Demokratike. I pam gjërat se si rodhen. Çfarë erdhi më pas? Se çfarë erdhi më pas. Dhe se si përfunduam te 97-a, si përfunduam te shpërthimi i Gërdecit, si përfunduam te shkatrimi i gjithë asaj teknologjie pa çka e vjetër por punonte. Hekurudhat, fabrikat, uzinat, telat e elektrikut u morën dhe u këputën. Pse? U doqën bibliotekat. Pse? Pse mo vlla, pse? Dhe po kërcënoni për një 97 të dytë. Do më thënë, jo, kjo nuk është më protest. Kjo është grusht shteti. Kjo është grusht shteti, nuk është më... Po i shof, i thonë. Pra, protesta nuk është më protest. S'është, ishte. Nuk është më. Po këta që nga dhe shof njerëz të cilët... Çfarë janë sipas teje? Ja ta them unë, në Parti e Punës jepte disa distinktiva, kështu quheshin, me sën këtu. Sulmus. Ti e vogël si mban. Po të kishe një së atëre ishe shumë i nderuar, pra ishe sulmus. Më vonë, këta e ngatruan këtë sën me një fondacion. Që i mbajti me bursa, i çoi jashtë, pastaj i mban me OJF, me OJQ, me TQR, me FRK, TPRS, TTF. E kupton të gjitha këto. Dhe e kupton, janë këta të zhgënjërit që nuk kanë marrë shumë, i kanë lënë me pak, dhe thonë, po ne, ç'po ndodh? E ke përsorës, këta tani. Shoqërinë e hapur, sorës. Ti e the, se thashun. Me së, Rama thotë pra, sorra, po. Këta ngatrojnë sulmusin e Partisë së Punës, u ngeli mendja te S-ja, e kupton? Po me S fillon dhe spiun. Ku vajtën këta, digjeti? Këta operativët, këta që të bënin gjëmën. Ku vajtën këta? Janë ende këtu, më burit. Këtu janë. Një pjesë ishin edhe në grupin e partë të PD-s parlamentar, një pjesë. Po ta them greqisht, Evharistopoli. Si shta i ego Enveris dhe në këzero elinika. Ja këshu është, ky muhabet. Më kupton? Dhe tani na dalin ca video që janë takuar me kasapët e Ballkanit, me Karagjicin, me... Ku e qove opozitën, më vlla? Ore, di që ky tipi, çuni mirë ky Luli, ku vajti ky? Që do më thënë misioni im, është në Amerikë, protestat... kam komunikuar unë, kam ftuar në emision të ndodhi në Amerikë. Ashtu, po që bëri ky, do më thënë, ky ishte Benjamini, më vlla, ky do shpëton të Republika e Re, tani është Shqipëria e Re, si ishte? Më falë, po në qofë se babaj i alë trashëgim djalit, dhe pastaj e çtrashëgon djalin dhe e rimerr sërish, dëgjoj. Filmi më i dashur për shqiptarët është Il Padrino, e dim ta nga italisht, The Godfather. Kur Marlon Brando i lë biznesin familjar Michele Corleones, Al Pacino, nuk rikthehet për t'ja marrë. Jo. Pra,